Zonja Ana, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit juve shumë për ftesën. Shkolla juaj Amadeus përkor shumë suksese. Mas një suksesi shumë të madh në Vjenë, tani do të merrni pjesë në gara në 2 shtete shumë të rëndësishme në Spanjë dhe Çeki. Para se të dalim te këto garat e ardhshme, na flisni pak për Vjenën, si e kaluat? Me të vërtet ka qenë një përjetim i jashtëzakonshëm, për mos të thënë diçka ndoshta si e papërsëritshme, ka qenë si prallë, si ëndër. Sinqerisht kemi kalu jashtëzakonisht mirë, ka qenë një përvojë e mrekullueshme për gjithë nxënësit që kanë marrë pjesë në këtë festival me orkestrën. Mu duhet patjetër me e thënë që orkestra Amadeus është e përfshirë nga nxënës jo vetëm të shkollës muzikës Amadeus, me thënë kjo orkestër bashkon nxënës të talentuar nga shumë shkolla të muzikës tashmë edhe në Kosovë, sepse fillimisht ka filluar si orkestër e fëmijëve të qytetit të Prishtinës dhe ka filluar me iniciativën e shkollës tonë dhe me nxënësit e shkollës Amadeus, mirë po pastaj i kemi ftuar edhe nxënësit e shkollës Prenk Jakova në Prishtinë, ndërkohë janë bashkuar edhe nxënës të tjerë të cilët ndjekin jo zyrtarisht shkollat e muzikës, por marrin mësime individualisht me mësimdhënës dhe pastaj na janë bashkuar edhe disa instrumentistë nga Tirana, nga Liceu Artistik i Tiranës, kështu që si një bashkim i talentëve të vegjël dhe të rinj në kuadër të orkestrës Amadeus kemi shkuar dhe mi paraqit në Vjenë në festivalin botror të orkestrave që vitin në korrik ka shënu edicionin e 11. Ka qenë sinqerisht një përjetim i jashtëzakonshëm, sepse përveç që kemi marrë pjesë në gara, kemi qenë pjesë edhe koncerte gala shumë të bukura në sallat më prestigjioze të Vjenës, dhe kështu një si qërshim mbi tort ka qenë edhe paraqitja jonë në gala koncertin që është mbajt në Golden Hall, aty ku edhe vetë Filharmonia e Vjenës çdo dhjetor jep koncertin, në fakt jo çdo dhjetor, por më në janar jep koncertin gala të vitit të ri, kështu që ka qenë një përjetim i jashtëzakonshëm. Çka do të thotë për juve personalisht, por edhe për fëmijët, gjithë ky sukses? Sinqerisht, ky sukses është një kurorëzim i një pune shumë të gjatë edhe shumë të përkushtuar, për mos të thënë të mundimshme, sepse ka qenë me të vërtet punë, në tash nuk dua të them e lodhshme, por ka qenë me të vërtet punë me shumë detale, sepse kjo orkestër përfshin nxënës nga mosha 10 deri në 17 vjeçare dhe nxënës nga shkolla të ndryshme të muzikës. Pra përveç nxënësve ne kemi edhe një punë të çdoditshme edhe me prindrit e këtyre fëmijëve, të cilët kanë treguar një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Kështu që më ka qenë një bashkëpunim i shkollës tonë, i dirigjentit dhe bishosholli i nxënësve nga shkolla ndryshme të muzikës dhe i prindërve të tyre, kështu që e gjithë kjo është një kurorëzim tepër i rëndësishëm i punës, i një investimi dhe një energjie të jashtëzakonshme që e kemi dhënë për këta fëmijë. Si ndihen fëmijët me që ju i shihni aty për aty pas një suksesi shumë të madh siç ishte ky sukses në Vjenë? Fëmijët janë motivuar jashtëzakonisht shumë. Unë çdo herë e përsëris që shumë prej nxënësve kur kanë bë pjesë e orkestrës dhe kur kanë fillu instrumentin muzikor e kanë pas jo të gjithë. Disa prej tyre e kanë pas instrumentin vetëm si dëshirë, si hobi, për një kulturë të vetën e kanë mësuar. Dhe për momentin kur janë bashkuar në orkestër dhe ky muzikimi i përbashkët, ky socializimi i ka bën nxënësit që thjesht të vinë me dëshirë dhe me shumë vullnet edhe në mësimet e muzikës, domethënë edhe në shkollë muzikës, po edhe në orkestër sidomos. Kështu që fëmijët kanë punu jashtëzakonisht shumë, kanë ardhur në prova rregullisht nga 3 nga 4 orë brenda ditës dhe brenda javës 2 dhe 3 herë në javë. Kështu që kanë dhënë shumë energji dhe shumë mund për të arritur diçka të tillë. Kështu që suksesi që e kanë arrit në Vjenë ka qenë jashtëzakonisht motivues dhe shtytje tutje për ta. Dhe është me të vërtet kanë qenë jashtëzakonisht lumtur shumë. Po. Si u ndjen në momentin kur morën vesh për çmimin, atë emocionet më interesojnë? Është shumë interesante sepse vetëm në momentin kur juria i ka shpallë rezultatet, domethënë ne kemi qenë në gala
në gala koncert dhe ka qenë në sallën Muzik Verajn, quhet, do të thënë Golden Hall. Dhe juria i ka shpall rezultatet 1-1 dhe ne kemi pas një fat shumë të mirë që në koncertet në Vjenë kanë ardhur shumë prej prindërve, do të thënë ka pas audiencë prej Kosovës shumë, sepse prind kanë ardhur me i shoqëru fëmijët e tyre. Dhe momentin kur juria e vetëm e thot emrin e orkestrës, pra para se me e thonë çfarë çmimi kemi fitu, me thonë bëhet aq brohoritje e madhe në sallë, një kështu një egzaltim, një shpërthim i duartrokitjeve, saqë më thonë brohoritjet nuk e lejojnë me u ndëgju jurin se çfarë çmimi kemi fitu. Atmosfere. Ka qenë një atmosfere jashtëzakonshme, do të thënë thjesht nuk e kemi lënë as me e thonë çmimin, aq ka qenë entuziazëm i madh. Shpërthim gëzimi, do të thënë nuk ka pas nuk mbajnë mend e ndjenjë më shumë më të madhe krenarie. Kështu që pastaj ai vetëm e thot çmimin e argjend dhe vendin e dytë, nuk dëgjohet shumë, por ne e kuptojmë sepse dirigjenti e ndëgjon, ai e pranon çmimin. Dhe pastaj pas asaj, më thënë, ka pas një të qara nga gëzime, shpërthim emocionesh, ka qenë sinqerisht ndjenjë e mrekullueshme, krenarie. Dhe tash më vonë pas atij suksesi në Vjenë, nxënësit e shkollës suaj kanë marrë pjesë edhe në Itali, në një festival tjetër ndërkombëtar, këngëtarja Ana Krasniqi ka fituar 2 çmimet prestigjioze. Po, keni drejt, ashtu është. Nxënësit e solo këndimit të shkollës tonë kanë marrë pjesë në gara në Ragusa të Italisë, ato janë gara internacionale të kantos, dhe sinqerisht jam shumë e lumtur dhe shumë krenare me arritjet që kanë bë nxënësit e shkollës tonë, sepse kanë edhe ato gjithashtu kanë investuar shumë punë, shumë energji, shumë mund në provat e çdoditshme me mësimdhënësin e tyre të solo këndimit, dhe kanë shkuar atje dhe përveç që kanë përfaqësuar shkollën Amadeus, shkollën e muzikës ku ndjekin mësimet, ato kanë përfaqësuar edhe Kosovën, sepse kanë qenë të vetmet prej Kosovës që kanë marrë pjesë. Dhe po Ana Krasniqi ka marrë 2 çmime kryesore të festivalit, pastaj Eda Tuli, një nxënëse tjetër, ka fitu vendin e parë në kategorinë e saj, si dhe një nxënëse tjetër e shkollës, Lyra Arial, ajo ka fitu çmimin special dhe e kanë fituar që të marrë pjesë edhe në Spanjë në një festival tjetër ngarues. Dhe pas këtyre sukseseve, vinë gara të tjera të cilat ju presin në Spanjë dhe Çeki. Sinqerisht, menjëherë pas kthimit në Vjenë, ne kemi pas nevojë që nxënësit të vazhdojmë tutje në talentin e tyre, të vazhdojmë tutje ta ekspozojmë jashtë dhe ndërkombëtarisht. Thjesht kemi pas nevojë që të sheh bota se çfarë rinie kemi ne në Kosovë. Sinqerisht jemi shumë talentuar kështu kolektivisht. Nxënësit janë jashtëzakonisht talentuar, spaku këta që janë pjesë e kësaj orkestre dhe shkollave të tjera të muzikës sigurisht. Ne kemi konkurruar në disa festivale tjera dhe fatmirësisht në të gjitha jemi pranu. Në të gjitha jemi pranu, po është edhe përveç domethënë Spanjës dhe Çekisë që ndodh në 2026-ën, në 2027 jemi pranuar të marrim pjesë në një festival tjetër në Belgjik, mirë po për atë ka pak kohë. Kaq herët e dini që do të merrni pjesë në 2027-ën. Po, në prill vitit 2027, ndërsa tash në mars së shpejti është festivali Spring Symphonies quhet dhe ndodh në Lloret de Mar, një qytet bregdetar shumë afër Barcelonës, të cilat organizojnë festivale të muzikës dhe njëri prej tyre është ky i orkestrave që vijnë nga gjithë bota. Pastaj festivali tjetër është që ndodh në Prag, në Korrik, nga 9 deri në 14 korrik, është festival pikrisht i orkestrave gjithashtu ndërkombëtar, garues, dhe ne jemi shumë të lumtur që jemi pranu, dhe ajo çka është shumë me rëndësi është që tashmë nuk po flitet për përgatitjet e fëmijëve, sepse nxënësit janë të përgatitur. Po punojnë, kanë program të bollshëm dhe shumë kërkues dhe shumë artistik. Ajo çka po flitet është çështja financiare, se si t'ja dalim,
që të shkojnë. Keni kërkuar dhe ndihmë nga institucionet, nga bizneset, apo është përgjigjur dikush deri tani? Sepse kjo është në interesin e gjithë Kosovës. Sakt, ke shumë të drejtë, po ne jemi duke në vazhdim me tutje, duke kërku mbështetje edhe institucionale, shtetërore, po edhe nga bizneset, organizatat biznesore. Ka shumë prej bizneseve që janë përgjigj pozitivisht kërkesës tonë, me aq sa ata normalisht kanë mundësi. Mirë po këtu flitet për një shumë mjaft të madhe, sepse si orkestër tashmë jemi rritë dhe jemi diku 55 nxënës që janë pjesë e orkestrës. 55, dhe me thënë... Sa interesimi madh për muzikën. Shumë. Më vjen shumë mirë që preziri rritet me këtë frymë. Ke drejt shumë, mirë po edhe ne shumë i kemi motivu, dhe puna e tyre na ka motivu shumë që ti vazhdojmë t'i ekspozojmë tutje dhe t'i shpërblejmë me paraqitje edhe jashtë Kosovës, sinqerisht e meritojnë. Janë të jashtëzakonshëm, ata më së miri e përfaqësojnë vendin edhe Kosovën, pra vendin prej nga vinë. Kështu që më thënë jemi në numër shumë si orkestër, prandaj shto këtu stafin përcjellës që duhet të shkoj të udhtoj me ta, dirigentin, ne si staf përcjellës, organizative, krejt. Prandaj flitet për shuma mjaft të mëdhaja, sepse... A besoni me këtë trend që po shkon të ndihmës që do të realizoni atë shumën që ju duhet? Nuk dua të besoj ndryshe, më thonë drejtën, nuk dua të besoj ndryshe, sepse është mkat me dështu për përkrahje financiare një pranim i tillë ndërkombëtar i fëmijëve të Kosovës, i trinjve të Kosovës, nuk dua as të mendoj ndryshe. Ne kemi një fat shumë të madh që kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me prindër dhe ata janë duke u interesu tutje që të gjejnë mbështetje tek bizneset që operojnë në Kosovë. Unë kam shumë shpresë në institucionet shtetërore, shumë kam shpresë, kërkesat i kemi bërë, sepse vitin në vjen është shumë e vërtet dhe jemi shumë mirënjohës që qeveria e Kosovës e ka mbështet 80-90% të pjesëmarrjes në vjen, dhe për këtë jemi shumë mirënjohës sepse ata kanë bërë mundur në fakt shkuarin atje me mbështetje. Po dhe duhet ta bëjnë faktikisht, e riteksojmë se përveç që përfaqësojmë veten e përfaqësojmë dhe Kosovën, dhe a ka më mirë në këtë situatë çfarë jemi, që na duhen ende njohje që Kosova të përmendet në arenën ndërkombëtare. Patjetër, sidomos pash në Spanjë, nëse realizohet, dhe nuk duhet mendoj ndryshe se duhet realizohet, po për Spanja ende nuk e ka njoft Kosovën. E pikrisht për këtë është pak interesant se si u pranuat atje derisa si Kosovë nuk na kanë pranuar. Ne kemi konkuruar, u kemi dërguar videot, kemi plotësu formularet, aplikacionet që kërkohen, dhe momentin që ata i kanë pa videot dhe CV-n e orkestrës, pjesëmarrjen në Vjenë dhe koncertet që kemi organizu, pa asnjë problem, na kanë pranu, edhe na kanë thënë që jeni patjetër të mirëseardhur, sepse qenë këtë nivel, gati që qenë këtë orkestër simfonike, dhe pastaj filluan me na bë ato pyetjet profesionale për instrumentet që na duhen e tjerë, cilat nuk mund të barten atje. Kështu që një pjesëmarrje e tillë në Spanjë do të ishte shumë ndoshta jo me ndikim, sepse ne jemi të ri, por prap do të ishte shumë interesante dhe shumë lobuese për... Sigurisht, kultura është ajo që i shpërthen kufit. Sakt. Sa kohë ju duhet për gjitha këto përgatitje për të marrë pjesë në gara të tilla? A dini si për Vjenë ne jemi përgatit shumë gjatë, gati 6 muaj për përgatitje, jemi përgatit shumë gjatë dhe shumë intensivisht. Tani për Spanjë dhe për Çeki ne kemi një program tashmë të gatshëm, i cili nxënësit mund ta interpretojnë, eventualisht mund të shtojmë 2 ose 3 vepra të reja, mirë po me program jemi shumë të përgatitur. Kështu që sa i përket programit, nxënësit janë përgatitur dhe nuk ka fare të lashe. Ajo që ka është më problematike, themën thojza, është përgatitja logjistike dhe organizimi, blerja e biletave të udhëtimit, akomodimi atje, organizimi me festivalin, sa i përket pjesëmarrjes, numrit të pjesëmarrësve, organizimi të skenës, do me thonë logjistika e skenës, vendosja e orkestrës nëpër salla të ndryshme, ku çfarë duhet vendoset. Me thënë, ka vepra që luhen në një koncert dhe koncertin tjetër nuk luhen, dhe vendosja e skenës dallon çdo herë. Ka shumë detale për cilat duhet kujdesemi, dhe këto marrin mjaft kohë dhe energji. Mirë po, e bukura është që nxënësit janë gati. Nxënësit gati dhe do ta kenë një përvojë shumë të mirë, shumë
shumë të veçantë, besoj në një vend si Spanja. Sigurisht. Ne do të bëjmë çmos që të paraqitemi atje dinjitet shumë ashtu si që mi paraqit edhe në Vjenë, mirë po kisha me shfrytzu rastin që bëj thirrje të gjitha institucioneve shtetërore sidomos që të përkrahin këto dy pjesëmarrje, sepse janë pjesëmarrje të rëndësishme dhe shumë të vlefshme për vetë Kosovën, po edhe për nxënësit. Patjetër. Ju e keni një agjendë të ngjeshur tani në fund vit. Na tregoni pak agjendën deri me 31 dhjetor. Po, është me të vërtetë e ngjeshur agjenda. Ne vetë se kemi filluar javën e kaluar me koncertet e nxënësve të shkollës tonë, domethënë koncertet klasore në fund gjysmëvjetorit që mbahen. Dhe ato i kemi përfunduar, ndërsa tash kemi koncertin e korit të fëmijëve, korit të nxënësve të shkollës tonë, i cili mbahet me 12 dhjetor në Kishën Shëndou në orën 19:30 dhe koncerti gala i orkestrës që mbahet me 15 dhjetor në sallën e kuqe të Pallatit Rinis në orën 19:30 gjithashtu. Të dy koncertet do të jenë koncerte shumë të bukura, mirë po edhe koncerti i korit ka një program të jashtëzakonshëm dhe shumë të bukur artistik që mbahet me 12 dhjetor, ndërsa koncerti i orkestrës që mbahet me 15 dhjetor është koncert gala me një program shumë kërkues artistik, thënë do të luhen, do të ekzekutohen vepra nga Beethoven, nga Haydn, me thënë vepra shumë kërkuese, si teknikisht ashtu edhe muzikalisht, por do të ketë edhe vepra të muzikës klasike që ju kushtohen festave të fundit, pa vepra shumë ritmike dhe shumë bukura. Kështu që nxënësit janë të angazhuar jo 100%, 200%. Dhe sigurisht do të jenë të suksesshëm në paraqitjet. Patjetër, shpresoj që po, patjetër. Hana, të falenderoj shumë që ishe me ne. Diçka për fund të bisedës së sotme? Me që fjala është për nxënësit e talentuar edhe të shkollës tonë, shkollës Amadeus, për nxënësve të tjerë që janë pjesë e orkestrës nga shkolla ndryshme të Prishtinës, unë kisha të gjithë me i inkuraju dhe me ju dëshiru shumë suksese në paraqitjet e radhës. I ftoj të gjithë që t'jem pjesë e koncertit me datën 15 dhjetor, kur është dhe gala koncerti i orkestrës. Do të ketë shumë befasi për publikun. Do të ketë program shumë të bukur artistik dhe ritmik dhe festiv, prandaj përveç që i ftoj në këtë koncert, do t'i ftoja patjetër edhe për përkrahjen tutje të orkestrës në rrugtimin në Spanjë dhe në Çeki. Shumë suksese dhe shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve shumë për ftesën dhe hapësirën që po na jepni për t'tregu për punën tonë.